Mirë brëma dhe mirë se po takohemi. Sot do të flasim padyshim për një temë që unë do t'jem opozit erz në shumë tema që do të flasim, sepse e ngritëm si pyetje se a qajnë... Ti duesh më bo pjesë panelit? Unë pjesë panelit, ka cila anë nuk e di që i kanë qëndrimet, se po qajnë burat. Për shka për futbol? Është shumë interesante Lirik, sepse për burrat thuhet paktën, kështu ju kam betë që janë njerëz më të fortë, që i fshehin emocionet e veta, por që shpesh këto emocione i shfaqin krejt gjatë një ndeshje të futbollit. Thu që kur të grumbullohet gjatë shumë, me humbje në shtetit që ata preferojnë edhe i kryjnë krejt obligimet e të qajtërës. Ju hup ekipa, ju fiton ekipa, sa dhe kur ke edhe lotësimi. Kështu që sot do e flasim pikrisht këtë temë, pse ka shumë emocione gjatë një ndeshje të futbollit, pse burrat i shfaqin krejt emocionet e tyre gjatë një ndeshje të futbollit. Do e diskutojmë sonte me panelin e studio, ndryshe nga te Lirik që nuk e ke vetëm me një ndeshje futbolli, por emocionet e tua... Për ndeshje se kam heq, po i tregojnë... Jam kanalizu në tjera aspekte, jo për futbol. Te për shambull, një këngë mirë mundet me të emocionu. Emocioni me emocionan gjithmonë. Në bukur ke kjo. Ku ka emocion, edhe mu më përqen. E thellë. E bukur, e thellë. Kjo do t'jetë tema e diskutimit për sonte. Falendrojmë me që të këti emisioni para prezentimit të misafirve, Air-Ticketën, operatori turistik lider dhe inovativ në Kosovë, Zvicër dhe Gjermani, ku nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ofron lidhje të drejtë për drejta me destinacionet më të kërkuara evropiane. Ju biletën mundeni me rezervu në airtiketa.com. Ndërkohë rrugës për në Çagllavic gjendet spitali Fatih, si që po e shihni edhe në pamje, ku në këtë spital mund të marrim ndoshta lajmet më të gëzueshme tjetës për shumë çifte që synim kanë të rrisin familjen e tyre, dhe problemet mund të shfaqen në jetë, të gjitha mund të rregullohen në spitalin Fatih, ku në vazhdon e shumë shërbimeve mjekësore është i vetmi që sjell shërbimin e andrologjisë që trajton infertilitetin tek burrat. Për flokët të bukura, klinika Trandevu, klinik lider në mbjelljen e flokut, klinik elitare e specializuar sidomos në mbjelljen e flokut, por edhe për trajtimet e tjera estetike. Klinika Trandevu shpallur klinika më mirë në Evropë për shërbimet që i ofron. Për me i pa këto shërbime, mund të klikoni në rrjetet sociale të klinikës Trandevu. E për me pas shikim të prehtë erz, duhet me shku në spitalin italian të syrit. Shpesh përmendim teknologjin, shpesh përmendim faktin që duke qëndru përballë teknologjisë, kemi nisë në duket që edhe më shumë me humb shikimin, me pas vështirësi. Gjitha këto rregullohen në Spitali Italian të Syrit, që është koncepti më i avancuar i klinikës oftalmologjike në vendin tonë, duke i bashku gjitha standardet dhe sjelljet në Kosovë. E me neve, sonte në studio, është Denis Silsima, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Sot flasim për emocionet e burrave. Klemër Grabovsi, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit. Ndërkohë në anën tonë të djathtë kemi Faton Cecilia, mirë se vjen, knatësi. Faleminderit për ftesën. Mirë se vjen, knatësi. Knatësi gjithmonë e ime. Edhe për ne gjithashtu. Ka Peanisin. Me Denisin ise. As Peanisin me burrat mi pyet një herë, kajnë ajo? As kajnë. Okej, mirë. Edhe kokvido na bardë, ze. Qka ju kani këta jo, po? Nashta qonë edhe flamuri nuk i dijet. Po besaj, vala. Se? Emocionet e bukra shlirohet njëri. Ka një jarë futbolis. Emocionet, liriki përmeni emocionet, po edhe emocionet ka shumë edhe në futbol, nuk më ne kontrolon njeri. Po mu së më përqohen ato emocionet. Si e ka në herë në stadium, e me përjetu bash në i moment egzaltu se adin edhe me të vërtit. Pa që për shambull me pas... A ke kajt, Fatmir? A ke qajt për futbol? Kur t'ka hupë se kur t'ka fitu ekipi zamrët? Kur ka debutu Kosova me Haitin vitin 2014... Për herë të parë. Për herë të parë isha dhe me babin, edhe aqë shumë e mure aj me entuziasm, sepse normalisht që kanë jetu në më gjatë në kohën e ish Jugoslavise në regjim. Pastaj nuk mu i këtë dhe s'po mu i me besu që ka orë ku. U bëm kështë? Për Kosovën me lujtë. Edhe disi adina u emocionua edhe vetë shumë. Sepse ndoshta ka qenë një emocion që u thy tabuja. Normalisht që një emocion
kështu të zemës e kam posë edhe kur është kualifiku për herë të parë Shqipëria në vitin 2016, sepse ka qenë disi e pabesueshme që po kualifikuan dhe deshti zoti arritën atë. Mirë. Denis, që erëzës janë ndërprejta pyetjen në psikologji, po besoj që më pas edhe me kanalizu diskutimet, burrat, futbolli, emocioni që përqohet që i cili më pas mund të manifestohet besoj edhe në lot. Atëherë unë do të shpjegoj nga aspekti psikologjik se unë nuk jam mashkull, nuk jam burr, jam grua. Edhe unë nga aspekti psikologjik jam shumë dakord me atë që tha zotëria parafolës, sepse pikërisht, domethënë, burrat dihet që në shoqëri kanë detyra apo priten më shumë forcë nga ata. Të gjithë presin më shumë forcë nga ata, edhe me shumë dëshire të tregojnë. Është edhe normalisht, është edhe ndërtimi fiziologjik i burrave që është më i fortë, dhe normalisht aty kalon dhe më forcë emocionale. Por stadiumet në fakt japin një lloj amnestie emocionale. Që do të thotë, aty ndjehen, mblidhet, është një grup që mblidhen, kryesisht burra, mund të ketë edhe vajza gra, mund të ketë, po kryesisht janë burrat në stadiume, dhe aty krijohet një amnesti emocionale që vetë shoqëria e krijon në mendjen dhe në, po të them, në mindsetin ton, në mentalitet. Dhe aty je më i lirë të shprehësh emocionet, sepse ne gjatë jetës kemi nevojë t'i përkasim një grupi, dhe përkatësia është bazë e formimit të personalitetit, dhe përkatësia nuk krijohet vetëm tek familja, tek rrethi shoqëror, por edhe stadiumet në vetvete krijojnë atë pjesën e përkatësisë, dhe ti përket një grupi. Dhe aty je shoqëruar me familjar, me babain. Dhe lidhjet, këto lloj lidhjesh apo pjesa e përjetimit të emocioneve vjen edhe nga prindit e gjenerata më e re, mund të shkojë edhe tek nga zotëria tek djali i tij, dhe kështu bëhet një unitet i grupit dhe një ndjenjë përkatësie, dhe aty emocionet shpërthejnë pa të ndalesën në mendje që o prit se po më shet dikush. Por këto lloj emocionesh japin edhe një lloj krenarie. Ka doza maskuliteti këto, sepse ndoshta burrat mund të ndihen shumë më mirë kur munden me derdh lot për ndeshje sportive, po jo ndoshta edhe për një film. Po, tani... Sepse më pas edhe mund gjykohen, paragjykohen qysh po çan për një film burri. Tani, unë mendoj se emocionet janë pjesa më e vështirë që mund të kontrollohen, të duhet eksperiencë, të duhet eksperiencë t'i kalosh ato emocione, pra të duhet ndonjëherë dhe shikon një film edhe mund të qash edhe je vetëm, dhe herë tjetër t'i kontrollosh lotët, por jo për lotjen. Pra mund të kontrollosh që të duken, por jo ndjesin e lotëve. Emocionet nuk ka asgjë të keqe dhe unë mendoj se nuk është se ka ndarje gjinore në shprehjen e emocioneve, plus që është edhe një lloj çlirimi emocional që të vjen automatikisht. Veç edhe një pyetje, pse thonë që gratë çajnë më shumë se burrat? Po, këto mund të jenë edhe pjesë e pritshmërive shoqërore. Që pritshmëritë edhe ka plot gra që nuk çajnë. Po. Një shumë gra që nuk çajnë, po është pritshmëria shoqërore sepse lidhet me gratë duhet të tregojnë përkujdesjen, delikatesën, edhe burrat e tregojnë përkujdesjen, po e tregojnë në formën e mbrojtjes. Ndërsa gratë janë ato që e kërkojnë, le të themi, domethënë çfarë është krijuar nga shoqëria, e kërkojnë atë mbrojtjen edhe duhet të japin pjesën e nevojës për mbrojtje, e qara i bën. Shoqëria i ka bërë të mendoj se e qara i bën edhe më femërore, më të buta, që një më të buta, më të kujdesshme, që ka nevojë për mbrojtjen e dikujt. Këto mund të them që është edhe nga aspekti biologjik dhe fiziologjik. Janë dhe çështje të natyrës, që kështu funksionon ndërpërmjet dy gjinive, megjithatë jeta ka treguar plot të shembuj të tillë. Po. Flamur? Si ke punë me emocione? Atë qysh, futbolli nuk është veç një lojë e futbollit, unë fatmirësisht shumica
shikusët ose ta mishtë e ngusht, e di në jëmë konë futboler, edhe këmë lujt një kohë shumë gjatë për dritën e Gjilanit, kështu që jëmë konë shkollë futbolit edhe këmë kalu edhe në ekipë parë. Unë jëmë rritë si kampion, normal 2002-2003 me dritën kampion, në atë kohës këmë pas lojë shumë me ekipën e parë, po jëmë konë shumë heri i këqë, do me thonë, kom lojë edhe në ekipë parë dritës, kështu që futbolli është ma shumë jetë, më thonë, për shkak që ti lidhësh me kujtimet fëmijërisë, lidhësh me kombin, lidhësh me ekipin, lidhësh me qytetin, edhe nuk jetë të e bo veç për vete, vjemi një piku ti, ose nëse jem fush, kime dhonë ma shumë edhe për klub, edhe për komunitet, nëse jetë të e po që andeshe, kime gëzu për ekipin e ondra ftua, që kam ri ose vendi që është të mri me një fazë, me një pikë. Kështu që one e kam një kujtim t'idhur për futbolit, për shak që e kam ligamentin e këpo të lujtë loj zyrtare. Ja, i ka qenë shkaku që sot s'jua. Po, a i ka qenë shkaku edhe për shkak jëmë kyqë fitness. Do me thonë jëmë që 25 vite të ashtë edhe me fitness mes futbolit. Kështu që futbolit ka shumë emocione. I vetëmi vend është ku në futbol të lejohet me kajt, nuk është mare, nuk ka turp. Po, ku do lejohet me kajt? Lejohet për shkak që Ishe edhe të tjetë se emocion. është publikisht edhe unë menoj që nuk është marë. Do me thonë nëse ti derdhë lotë për vendin tënë, edhe bosh viral, jesë super okej. Do me thonë kritikat i ki apet mira, për shkak që se i ke parafolsi që ti je me prindin, je me një regjim ku ty s'kalon, ndoshta i ka kujtime shumë të fresta, ku s'kena guzuna as me përmend, me bo një organizim të futbolit, ose disë shka kështu. E kështu që futbolli është jetë, komplet jetë është ma shumë, na kena problem me gra, sidomos tonë për shambull, me komentator, si t'ja nisin me komentu lojen, jetë dojnë me nëllë zoni, për shkak që shumica femra, 90%, mos ta thonë, nështë është shumë numër, po 80% është që ju shko nerva, se thojnë, për shambull, 90 minuta e në të nga mas një topit, atë kjo është edhe një si mujme thonë një si for, si mit që thotë nona Ronaldo, si thotë, që s'pëmeni kitë një topat, po pëngani kitë mas një topit. E vetë mja femrat edhe gratë që s'muj me nga kuptu është futboli, për shkak që është ma shumë... Që të problemi me gratë? Ka nis. Janë shumë, kemi pas edhe bile edhe në krejtën debat shumë gratë që... Po qëre, one tash vajzën... Vajzën tash dhe kam super të dhëndë mas futboli, se ju munu mja instalu prej moshës 2 vjeqare, edhe qash futboli, që unë ju më lëndu, këmë dash me bode emocional pak për shkak që me lidh. E tash është maj lidh se djali. Për shkak unë i kam djali qik, edhe vajza non-stop e këshirë me mu futbolin, i njef lejtartë, i njef ekipet, do me thonë ka shumë njëri. Muj lirisht me pru panel dhe më nëtë me da po një statistik lori sa problem. Një të ju kemi bashkë. Djali është out shumë. Djali është out. Kombinojmë. Pa të cila ndeshe të ka emocionu shto mas shumë ti? Apo që kam qenë futbolist, apo si... Total. Na jep një rast kur ke qenë futbolist dhe një... Emocionet janë ajo debutimi, unë po foli për vete, kështu po debutimi im, kur ka qenë si 16 vjeçar dhe nga juniorët në ekipën e parë, në ekipën e Vushtis, pa ta shenu edhe gol, kështu me debutim. E kam një kujtes që nuk e haroj atë ndjenjë. Pastaj ka shumë ndeshje që ka pas shumë emocione si futbolist e sene, po ka qenë edhe emocioni që tha dhe Zhdrela, do më thonë, para pranimit në UEFA, unë e kam qenë pjesë, në Macedoni kam lujt, edhe ka qenë emocionin në Europa League, shkova nga Kosova, lujta me një në Europa League, ka qenë një emocion që s'kom di rol për jetot, në para 18 vite është kjo punë, edhe ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë. Po tash edhe si fëmijëri, tash do më thonë, kërkesa e pare për baban ka qenë topi ose patikat për futbol. Ka qenë edhe represioni atër i sërbe, kemi ushtru futbol dhe mas emocion, ka qenë një farë... Rëthona shumë tjera, por gjithmonë kemi qenë apet me atë emocionin që sot asoj dite kam... E kështu naj... Po, ma kam emocionin kër kam luj futbol se tash. Tasha, e kështu naj ndeshje që t'ka emocionu? Kështu kër e ke pa prej shpis, për shamë? Ka qenë, kër ka luj kombëtarja e Kosovës me Finlandën. Ajo loja parë që nuk di ke sa lojtarë janë për pranimin për me lujtë, s'ka pa për shumë Valon Berisha ka qenë
deri në minutën e fundit nuk ka qenë, i kam pas 12 futbollista vetëm. Ka qenë emocioni i parë, i lojës parë që ka qenë në pranimin e UEFA, ka qenë me Finlandën, më kujtohet 1-1, edhe ajo ka qenë emocioni i veçantë. Po, nuk ma përmendet, interesant, ja keni harru atë ndeshjen e kombëtarës Shqipërisë kur hyri drone, flamuri më i bukur në botë Alban. Po. Ajo kon diçka ngjarje kështu mega kombëtare. Edhe ndoshta s'kishëm thonë që kanë qojt në i kush, por se kanë po super emocion po. Se a kanë qenë, ndoshta edhe nga një lloj frike se çka po ndodh me futbollistat, edhe ajo është e vërtet, sepse ne nuk e dishëm çka po ndodh, se në atë ndeshje regjia serbe i largoi kamerat larg që mos mu po asgjë poshtë, dhe një me ishte emocionet përzime kemi pas në atë ndeshje. Frikës dhe çka po ndodh pastaj tutje. Por gjithsesi ajo është moment. Po se kemi ditë edhe flamuri ka qenë lart dhe nuk e dishëm për çka është ajo. Çka ndodh. Po, aty kur i pam ato, domethënë Cilin ekip e favorizon? Ekip fillimisht. Unë kështu jam valla me fëmijë nga baba ime kështu se jemi familje kështu sportistë, Liverpoolin e kemi kështu. Liverpoolin. A të ka bënë herë nervoz Liverpooli? Po, ajo finale me Real Madrid që ka qenë 2018 mos gabosha që unë bën aty po. Si reagon, thoton, kur për shembull gjatë një ndeshje ekipi të bëjë nervoz? Ma mirë mos më thuaj shpejt. Duhet shikuar çuna edhe në këmbë kështu, edhe piskas, e kam një fal adrenalina ashtu. Po. E kam një fal adrenalina ashtu që një paneliste një ditë tha thyhen edhe tavolina. Po, ka raste edhe ashtu, po unë vetëm në këmbë çuna edhe ashtu jam një fal agresiviteti e bëj, po jo, kështu diçka më të madhe na thyje tavolicën. Ball më bërtit. Do me bërtosim pak. Flamur ti? Unë kështu me kombëtare për momentin jam jo me Zvicrën, për shkak që edhe me Granit Xhakin e kam një lidhje shumë ngushtë, shumë të mirë. A për botërore gjithmonë jam me Brazilin, s'di pse. Më Xhakin e njeni personalisht? Po. Kena shumë diskutime, më thonë kena edhe shumë herë bisedat mira kështu lidhje me futboll me çka e ke thonë herën e fundit për shembull? A ke këshilluar ai sana? Ka bënë nervoz Xhaka ndaj herë? Po, herën e fundit, jo, këshilla hera e fundit ke një plan për shkak që është nxehtësi shumë e madhe atje. Dikon unë që 8 vjet jam me to kështu. Unë më thonë një lloj bashkëpunimi shoqëror, ka? Edhe e çova në plan qysh mumi me pas një ndikim shumë pozitiv gjatë nxehtit, për shkak atje shumë deadrimi është shumë i lartë për momentin edhe disa vitamina për shembull, edhe e bona i pa planit ushqimit që mujta menova që muj mi u kon afër çat moment e kështu më mron të kon prom, domethënë kur që fitun edhe keni urem kështu çdo herë e kam kështu me këshyr, ajo më kamet me këshyr futbollin non stop tash. Edhe po të lidhje e kena na si të luni shqiptar dikon. Na e çes me këshyr me çfarë. E kështu që mirë, po besoj që gjëre këta e në rritarë shumë profesionista, na nuk mumin mi thonë asnjëherë që na pi ushtromi ata, se na s'mumin mi ushtru për shkak që me çdo klub është për shembull kanë 2-3 trenera, kanë trenera konvencional, kanë tash është teknologjia shumë e lartë, po na mumin me thonë ne kena një farë bashkëpunimi ku për shembull si shqiptar që jena kanë diku e kum pas që ku mujt me mu kon pozitiv ndaj tena shumë herë që na i kena do ushqime që nuk mund mi zavensu. Për shembull na shkomi në Dors ose në Shqipëni, na nuk mund mi me hongër ushqime kosovart, që i bojnë erzat ose ushqimet e tëve. Kështu që edhe futbollerat e kanë jena shqiptar, na mundumi mi u përshtat do ushqimeve që neve na dhojnë proteina më shumë, edhe që mund mi ushqy organizmin edhe muskujt sa më mirë. Kështu që domethënë me një fjalë na duhet më ushqy shqiptarski, domethënë kudo që jena, planet në Amerikë ose këto sene ndikojnë shumë te futbollerat. Edhe klima ndikon shumë, e kuptohet. Mendoj që kum pas një bashkëpunim shumë të mirë, e kena një farë raporti kështu më shumë miqësor. Çka i tha brëm dhe çka të tha? Po mbrëm që tha ke lënë një mesazh urimi. Do ta këshiri sakt. Hajde. Inshallah s'keni shënuar diçka. Jo. I pas na shuj, bravo. Let's go super, ke edhe mirë gjithçka. Ma ka thënë një let's go brute edhe një zamër. Sa bukur. Do me thonë kjo është se, do me thonë unë e di që tregova dhe natë. Shkojnë shumë mesazha, po çka na dome edhe çka do unë përgjithësi edhe si familje edhe shoqëni është që kur të bëhet një vepër e mirë,
mënomi do njerës pozitiv, ose që i një më tafërt me i bo urime, ose mja quvish një shaj që veni jonë është mirë, është të mbështenë në gjithë aspekt. Jemi me ty, me i tregu. Jemi me ty. Kjo, menoj që na do të më konë sa ma shumë pozitiv, sidomos ndaj... Po Gjaka në do një ndeshjet ka emocionu kështu? Po, zdiskutohet, do me thonë... Ose që t'ka bu nervos? Emocioni ma i madhe është kërë Sërbisi shënojnë të të, Gjaka edhe Shaqiri, ajo ka një loj që të na është shumë memoria, për që ta na nuk uzohme asë njëherë gjdo lejtar që vendosë me lujtë vendet Zvicër në Gjermani pa marë parasysh ku vendosin. Unë e këmë thonë edhe në intervista tjera që Kosova ka shumë talenta, na jena shumë eksplozus, na mumi me nëzirë në që studio një dishka shumë të befasusë, që jashtë i vyj me ko me muj, për marë një shemot, që do ndësh arkitektur, ndësh jena shumë talenta, na ka kriju zotë jashtë, edhe kështu që na du të më gëzu shumë kur kena shqiptar ekipe tjera, edhe vendet tjera se, apëshe, do me thonë, na vjen momenti që na alo kena gëzim. Shkon Shqipënia mirë, nuk shkon Shqipënia Kosova. Do me thonë nuk shkon Kosova, na kena zime. Qysh kemi diçka në kampionat? Kena ma shumë se futbol. Bile kemi shqiptar në kampionat. Kena shqiptar shumë. Që për shambull direkt, hina bashkë këqyra, kërkova në Google, disa tifaz duke i të regu emocionet e veta gjatë një ndeshje, këto Paris Saint-Germain me Interin. Shohem tifazi. Kjo Interi do të me shumë. Interi është me Interi, kështë 0 gola. Për shosh nuk. Cilë të tifoza ju bjenë ma shumë kështu me qajtë, cilë të ekip? Vëlla që ta Liverpoolit nuk një konë. Nuk e konë, po, si vjetë që konë, bashkë. Edhe Realit si vjetë një bashkë. Edhe Realit ka pos një sezon super dëshpërus. Ta me Parisin mirë i kam putë. Unë jo me Barcelona kështu. Nuk jena ketë keq, po jo për mashallah. Edhe të Milanit shpeshin gucin kështu? Të Milanos edhe ata, kur ka ndryshu shumë generatat interesant, ka mbi 10 vite që nuk ka mujta i klub mu rikëthy ku ka qenë gjithmonë, ku ka qenë Shevchenko, ku ishin më herët Pirlo apo Gattuso e njime, ka qenë ikon klub. Po tash apshe ka ndryshu se erdhë Manchester City u bo klub i madhë. Apo në besa dhe Atletico Madridi, ka ndryshu rrethonat e disa klube dhe është logjike. Po për disa jena të full për kampionatin botnor, me qenë se, po na lidh puna Kupës Botës, këtu e në emocione nacionale. Këtu pak ndryshojnë, dallojnë, se këtu është edhe tifozi Realit edhe i Barcelonës, jenë për Spanjën të dytë. Edhe jenë bashkë, është ma... Këtu tek Anglia i bje Liverpooli, United, City, Chelsea, Arsenal, po. So interesant mi u po krejt bashkë ashtu rival. Të duket që kemi një tifaz të Japonisë. Po. Që përbësej në një nga kampionatet kur ka humba. Nuk e di, se mundën me qenë edhe lëtësimi. Tash. Kush mund të jetë? Edhe lëtësimi. Ndeshje fitimi. Po, kjo duket që është më shumë lëtë gëzimi. Po duket, po. Kjo është logoja 2014, mos ka qenë kjo. Unë kështë që aja femna për mas nuk është ide ku është iq. Jo, pësa. Kjo që nga Rusi. Sistema është me... Aja është ka shku për Qëse flamur e përmeni punën e Gjokës e Shaqirit. Na kena pos për një med, nuk ka shonca pos me pos asë emocione që ka ndodhë kundër Sërbis. Mas pore, li që kam push Sërbi, po e kam push në Rusi, 2 herë gëzim më kom për neve. Edhin, ajo bile, ajo gulli 92 minuta, ajo ka qene krejte, delirim totali, unë e kom po ndeshën qytet, festa që jo konë, kërë i gulla dytë, edhin nuk kone pa imaginushme, kejtë. Edhe sidomos, ato mimikat në fund të valon Behromit, që i thoshte, po në gjurë shqipe. Denis, si i ke punt me futbolin? Në ndeshjet të tilla që tek aspekti kombëtar, do me thënë, normal, aty vërtet është ndjesi krenarie, jam shumë dakord, do me thënë, ekipi i Kosovës, ekipi i Shqipërisë, ato, do me thënë, ajo pjesa me flamurin dhe dronin, ajo ka qënë fenomenale, do me thënë një krijimtari që vjen vetëm nga një shpirt i pasër dhe që e do me pasion vendin e vetë, dhe ato vërtet përçojnë emocione,
dhe këtu nuk ka dallim, gjinor. Ndërsa tek pjesa e futbollit, kampionatit, te futbolli në vetë nuk është se jam shumë kurioze, vetë nuk është, nuk më tërheq si sport, janë sportet të tjera. Qenë ke me lirikun to. Por ama i kuptoj do më thënë emocionet, sepse është, le të themi, në psikologji quhet kodi i djemve, ose kodi i burrave. Do më thënë, formohet, pra si që thatë juve për Anglin, mblidhen tifozët e të gjithve, të gjithë ekipeve angleze, dhe nuk janë më kundërshtar, po bëhen bashk. Dhe në për stadiume, apo dhe në fesa, në të qytetet ti, nga gëzimi, përqafohesh dhe qanë dhe me diko që ti nuk e nje. Sepse ndan emocionet. Në këtë aspekt, sporti është faktor shumë pozitiv shoqëror. Dhe është shumë mirë që të çlirohen emocionet dhe prodhon vetëm pozitivitet tek njerëzit. Edhe nëse ka bërtasin apo i këto janë mënyrat e të vepruarit, sepse reagimet mund të jenë të tilla dhe në raste apo shkaqe të tjera që nxisin emocionet. Çfarë nuk bën, do më thënë shumë shpesh kam dëgjuar tifoz të Anglisë që mbas ndeshjeve si fitore, si humbje, do më thënë ose dehen, pinë shumë në rrugëve të Londrës, apo ka sulme, apo ka thyerje, vjedhje, ndërsa tek ne është fest në fakt. Mund të ketë lot gëzimi, po është fest. Dhe bëhet edhe si simbol apo një, do më thënë, një shkak për të mbledhur dhe gjithë si familje. Aty festojnë gra, burra, fëmijë të moshuar, pra gjithë. Pjesë tjetër shumë pozitive është edhe, unë e përmenda më parë identitetin, po edhe pjesa e bashkimit të familjes së gjerë. Pra shkon me Liverpoolin, ajo quhet edhe si, kalon si genetikisht, apo si trashëgimi me Liverpoolin dhe ka plot raste vajza, se ajo kanë qarë. Imponim Jo, nuk është shikoni, ma është dëshirë. Jo me zërë kontekstin. Nga Liverpool dhe ashtu, nga babaj Muhammed, ajo tash djali është me Liverpool. Ashtu. Fëmijët e flamurit nuk mund me dorë Gjilonin, a da dritën e kanë obligim me kjo. E ka dritën. Qëre është interesant, une i kam përshka kërëmis flamur, edhe, ku me ditë, unë frymëzum, flamor, edhe tatuazhet i kam patriotike, i kam të lidhë me venit. E kam Shqiponjen, e kam të mbajt flamurin, e kam këto shpatën e Skënderbeut, e kam prekrenaren edhe, jo mi lidhë shumë. është shumë interesant, do me thonën, unë i kum bo kështu për shkak kalzohen, është atë tek të më frymëzu familja. Edhe kur ka fitu, kur u bo dronin në Sërbi, atëre kum një dyqysh, u më nisha me ek ma isën e mi thonë atë, unë i kam flamurin, e nisha një farë pjesë si, edhe unë dyshka jom interesant, da u kuptan. Po të veke, është një farë emocioni që, do me thonë, kur të vjen puna e vendit, e jo gjithë kush, për shumë më koni letë shumë me vend, qoftë me futbol, qoftë me vend, qoftë me adhej, do me thonë, jonë dikush që si lem për shtypja, dhe unë kam shok që, a beson, e këthen kryt me këshirë futbolin, e thot 5 minuta, po më vjeni nati që 5 minuta e majta kryt ka televizori. Do me thonë, ti ki, unë kam shok që më dëgjojnë ta që na dalme, a ishte këshirë futbolin, është hitë si interesant, kush farë emocione si jepë. Kështu që nuk janë gjithë të lidhët, edhe me vend, është kjo punë edhe për vend, është edhe me komësi, është edhe me futbol. Amo, kur bon këto zitëria të bashkë, unë me ne që shqiptarit e kena shumë. Shumë e kena. Shqiptaria ka raste, për shumë, unë kom pas shokë që ma bëshe mu, pëse po lumë futbol, pse kështu, pse ashtu. Ju doket shumë... Tash po, tash kur ju bone trener, tash aty në ju ka rritë fëmijët, po thonë, ka emocione shumë fëmijët, a do të po të bëjmë futbolist. Jënë detyru ata me orë. Jënë detyru tash ata me orë të une. Se fatën kjo, e spjegoj Denis edhe në anën psikologjike, po pse si pas teje ti si fatën, do shta i shprej krejt emocionet në një ndeshje futbolli, po në jetën e përditshme mund është me qenë ma i ftohtë. Pse si pas teje futbolli bën me nxjerr krejt, çka ki brenda me nxjerr jashtë. Ju vjen marrë besoj. Po është një ndjenjë tash mbartë tash edhe për ndeshjeve që te përjeton, për shembull, tjetër një ndjenjë kur luan Liverpool, tjetër një ndjenjë që kur luan Kosova ose Shqipëria, për shembull, kur luan Kosova tash këtë lojën e fundit që ka qenë një emocion jashtëzakonshëm për shembull, aty të gjithë familja kemi qenë diqysh, sonë e kam shikuar në shtëpi, kemi qenë të gjithë emocionuar
sa të pritëshëm shumë momente që të kvalifikohemi, kemi qenë shumë emocional. Por jetën përditshme u pajtoa, kër e shikoha që ka mujtë Turqia me atë ekipën që e kanë me ato yje, atër disi u pajtum që dhe i këtu e këna pas, për shumë. Ama emocional, gjatë lojës kemi pas emocione shumë, sidomos me djalin kemi pas shumë emocione. Gjatë ndeshjes. Ato rastet, ajo shtylla që ka qenë, kemi pas shumë emocione, por mas ndeshjes pak u zbutën gjakra. U zbutën gjakra, ta. U pajtum që dhe aty ka qenë edhe... Fatmir? Futbolli në vetë vete e shfoq atë karakterin çdo personi. Domthon aty është pa filtra, pa rezerva. Është interesant. Edhe ndoshta termin futboll me lujt, njeriu është vetvetja. Aty është vetvetja. Nuk ka rezerva ndaj askujt. Është e shfoq ose gjithë talentin, po ndoshta edhe gjithë mllefin që e ka, e shfoq në një fushë futbolli, qoftë si akter, qoftë edhe si tifoz. E kjo e ka një pozitive sepse ti mëson edhe për gjithë secilin se kush është në fakt i vërteti. Ai në jetën përditshme mund të qenë shumë i rezervuar, po në futboll s'ka lidhje është presidenta, kryeministra, kryetar komune, apo ai aty është tifoz, njëjtë sikur na. Edhe ai gëzohet ndoshta do me hek fanelën, aty bluzën pipi. Momentet e entuziazmit me i shfaq. Aty janë fiks, thuj se sikur gjithë barabart edhe janë vetvetja. E kjo është e bukur e kësaj. Është edhe një emocion, është edhe kur e përjeton, për shembull edhe lojën, ndeshjen, na që kemi qenë futbollista, flamurit. Do një pranimi i topit, pasimi, ajo ndrimi i anës, ajo goli kur shenon, për shembull, është një emocion i veçantë, a vëtan. Ka qenë diçka. Ne kur kemi lut ndeshjen me krahas në Europa League, ka qenë ata referat erdhën ta shikojnë aty stadiume si është, erdhën musafirët ata kemi lut me krahas, ashtu ishte një ndjenjë veçantë, ndrysh aty mu do këtë diçka shumë interesante, a vëtan. Ato kufjet, sefte ato kufjet e referave pas live. A vëtan. Është shumë emocion kur e këshyr me njerëz që marrin vesh futboll ose që kanë luajtur për shkak që na këshyr me çdo detaj. Na nuk e këshyr me vesh gojat, na për shkak këshyr me çish po formohet ekipa, çish po pasojë, çish pozicionon, ka shumë, është film. Për shembull për neve është një film që të luajt një orë se na shohim çdo detaj. Munomi çajt në koncert atë për shembull. Problem është, edhe ashtu kështu anglisht nuk kisha qajt, po më kom për shembull... Anglisht kisha? Po, anglisht nuk kisha qajt, ati shkom për shembull shkurt e fejza me kënu mora fjallë. Lirike për ato se kisha diskutu. Aqojnë për filma, ka qenë një film turk, Ajla mduket, me një vojzë të vogël. Gjatë pandemis në kanë qojnë, pa ke i kanë qojnë. Lingo. Nëse të dikuj që s'kum qajt ma film, di që po gënjera, është sigur. Edhe dhe pandemia. Edhe pandemia. Ajo ka Lingo. A të ka bo naj film ose naj kong me qajt, Fatan? Po. E përmendi Mora Fjall? Mora Fjall. Po. Ka një herë. Janë ka dhe filma, po ta s'po kujtojnë edhe shumë, po kanë qenë do filma shqip që kanë qenë me atë shpatja, si ka qenë një, kam qenë edhe si fëmijë, kështu për më kujtojnë ajo filmi shpatja, që ja burgosin babajnë, ato emocionale kom pas shumë, më kujtojnë ajo film. Shumë ka film, shumë ka, po ai film ka qenë... Nuk po ka që vesh për futbol? Jo, njerëz realista, po mos është tema për futbol, është mirë me qajt. Tenis, emocionoheshti patjetër. me filma, me këngë, me Patjetër. futbolin e tha që kur ka ndeshje kombëtare, emocionohesh? Po patjetër që po. Edhe unë emocionohem. Po mendoj, domethënë dhe nga kolegët që po dëgjoj të ftuarit, se po kuptoj që janë profesionist, e mendoj se nga ana psikologjike do ta lidh me pavedien kolektive që Jungu e përcakton. Pavedia kolektive do thotë që ne na lidh me paraardhësit. Dhe po shikojnë, domethënë që edhe unë në aspektin adetar dhe këtu në aspektin adetar, këngët, ndeshjet, filmat që na bëjnë ne të përlotemi janë shumë në aspektin e kombit, vëndit, flamurit, gjuhës, shqiponjës, simboleve tona, sepse ne kemi vuajtur për t'i mbrojtur këto. Edhe sot aktualisht, vazhdo t'i mbrojmë. Edhe i mbrojmë me shumë shpirt dhe kudo ku mundemi. Është shumë e bukur që ne bëhemi bashkë, do me thënë,
Pra, ndeshja me Zvicrën dje u pa sepse ishte Xhaka. Po, do më thonë, është shaqiri, do më thonë, ne jemi shumë të lumtur kur përfaqësues të shqiptarëve ndodhen, pavarësisht se janë ekipe të tjera, ndodhen atje dhe luajnë dhe janë shqiptar. Më thënë, është simboli i Shqiponjës, flamurit, pra simboli ynë. Dhe unë me këngën rrjedh në këngë ligjerime, për lotën, me mora fjalë pa tjetër, do me thënë pa tjetër, dhe emocionet janë dhe tani që flasë, më thënë sepse lidhet gjithmonë me brengën shekullore të vendit tonë. Edhe kjo është, edhe këtë do ta shpjegoja nga ana psikologjike, pra lidhet që me paraardhësit. Edhe trashëgohet, duam s'duam, dhe shumë mirë që trashëgohet. Tani, për kolegët këtu kisha një pyetje, është edhe kampionati i futbollit të vajzave. A mendoni se do të përjetojnë po ato emocione? Jo për vajzën tuaj. Jo, se janë ekipe... Në fund me askush as nuk shkoj me shikun ndeshjen e vajzave. Ku lujti Kosova, edhe ka qenë me Kroacin në një ndeshje decisive për kualifikim. Kampionate në bollit ose çka janë kështu dvojzave ose që... Volejbolli, vojzat, mandjekët, volejbolli. Volejbolli, po. Po, mandjekët. Shumë ekipet për vajzat, se sa ekipet për... Ka një, ndoshta edhe është si sport i destinu më shumë për botën femnore, edhe ndoshta... Me pasionet, për shumë vajzën tuaj, do t'ja ndaloje të luaj futbol, jo as pak. Po ndoshta më me dëshirë volejboll, a kuptën? Po, nuk është pritshmëria shoqërore. A kish bo me qenë baleren? Pritshmëria shoqërore. Gjimnastikë dhe më pëlqen që i përshtatët pak a shumë... A me qenë djali baleren? Ja, s'ka të bërës. Se jo, në falë tek lojrat olimpike, spektakl organizojnë patinazhin akull. është super patinazhin akull, spektakl. Unë menoj që na kanë duhet me dita farë rrjedha kena, për shembull, dhe çfarë kulture kena për sport që na me ditë saktë që mund me mri, apo kupton? Se tash baleren nuk është që na s'ja imponomi, se nëse është që për me ato e dosh, po kur është që na s'kena tradit për baleren, tani është që mundet me shku një kohë 70 vjet dhe mundet mos me pas sukses. E tash për çata futbollit na është shumë i që e do me është shumë sport numër 1. Por shkak që e dimi që ato mundet me mri, për shembull se kena shumë fizike dhe me top të dalë. Kisha thonë që do të më ndalu. Ta bëjmë një rand. Me ndalu jo. Siç tha Faten? Po them, si profesor që është edukat fizike, domethënë mend se spesa ata të jenë me top futboll. Me lut futboll me me një herë dojnë futboll. Interesant është. Mu me futshin për tjerë. Majtrosh. Denis, re aty se i mbron golla. Denis dashte me shtu diçka se të shkojmë më parë. Shumë interesante në fakt, sepse prap nga ana psikologjike, do më thënë, ne mendojmë se, do më thënë, jemi të lindur për pjesën e futbollit, më thënë burrat, djemt këtu, mendojnë, se në fakt, futbolli shumë, si t'jesh lojtar, pa tjetër, po edhe tifoz, shumë nëzit dopaminën. Po, shumë nëzit dopaminën dhe ajo kërkon, dhe, do më thënë, meshkujt, burrat, e kanë vetë t'i parë të, do më thënë, element kryesor në nxitjen e dopaminës për të përjetuar emocionet. Normalisht edhe vajzat dhe gratë, po meshkujt janë më ekspresiv në shprejen e emocioneve. Pastaj, do thoja që gjatë jetës së përditshme, se shumë rol luan edhe modeli social, modeli shoqëror, gjatë jetës së përditshme, ne mund të kemi plot padrejtësi, na rrethojmë plot padrejtësi, po nga ne pritet që ne ta kontrollojmë veten. Ndërsa në ndeshjet e futbollit nuk pritet që ti ta kontrollosh veten. Mund të jemi të lirë dhe të shprehem çka do që mundemi me ndje. Ndërsa për sa i përket futbollit, të vajzave apo balerinëve, djem. Ja u bëra pyetje për ngacmim kështu. Shumë ne kemi pas ansamble folklorike dhe vallja e shqipeve ka qenë një nga vallet më të bukura, po edhe Kosova. Jo më larg se dje. Me volle popullore. Po, në është fjala, po aty. Por baleren në Kosovë di që kemi. Baleren Fatmiri është... Jo, po si nuk kena kuadra profesionale. Nuk duhet të harrojmë se shumë personalitete janë edhe balerinë që na bëjnë, domethënë,
Krenarën e kemi dhe... Ja, fotoda i lirin, është i liri. Është i liri, është qire super. Dhe jo Ka shumë emra që janë... Por, futbolit të vajzave, personalisht edhe do ta inkurajoja, sepse ashtu si që është dhe genetike dopamina apo energjia e madhe, se ne jemi popull luftarak, popull aktiv. Kjo nuk i përjashton vajzat të trashëgojnë pjesën e aktivitetit dhe ekspresionis. Se na iku koha, po si do qoftë mësuam erz, mësuam që emocionet njerëzit përjetojnë format të ndryshme, kështu që në stadion ku dhe që ndjeni më mirë shpërtheni, ndjeni më mirë po besej. Ne jo falendrojmë shumë që sot ishit pjesë e këtij diskutimi, ishte shumë knatësim. Faleminderit. Ne po përmbyllim lirik me këtë diskutim javën sa i përket krejt debatit. Po, mirë. U kry java jona. Sepse u kry java... Dorën e letë e kisha pas. E kisha pas dorën e letë. 4 ditë dhe ecën. Edhe do të shihemi prap të hanën. Duke nisur nga ora 22. Mirëmbëngjes, natën e mirë.